Barazi në paga mes grave dhe meshkujve si dhe të drejta të barabarta në çdo aspekt social. Për kryetarin e Partisë Demokratike Sali Berisha, do të kenë fokus të veçantë nëse forca politike që ai drejton do të rikthehet në qeveri. Në tryezën gruaja, zëri i saj në fuqi, unitet dhe ndryshim, e cilësoi qeverisin e socialistëve si 12 vite patriarki. Është lufta kundër murit të patriarkisë. Muri i patriarkisë përbën në bindjen time më thellë dhunuesin më kryesor, se vendosja barazis, lufta për barazin midis burrit dhe gruas, nënës dhe babait, motrës dhe vllaut, është një luftë që duhet frymëzoj. Ironizoi dhe ministrat femra të kabinetit aktual qeveritar, duke i cilësuar si bodyguardët e Gaddafit, referuar kryeministrit Edi Rama. 4 vite në mënyrë absolute nuk kanë shtruar një çështje të vetme në promovim, në favor, në mbrojtje të grave dhe vajzave në Shqipëri. Ju silli si bodyguardët e Gaddafit. Për kryesocialistin, kryedemokrati shtoi kritikat edhe më tej, duke përmendur gjuhën që ka përdorur kryesocialisti Edi Rama gjatë fushatës elektorale. Një fushatë në aparencë feministe, në thelb mizogeniste. Fjalët kyçe të tij, cilat ishin në këtë fushatë? Para zonjave, çryk, autik, knet, buf. Më tej, Berisha zhvilloi dhe një takim elektoral në njësinë 11 në Tiranë, ku kërkoi votën e qytetarëve për të sjellë ndryshimin që vendi meriton.